vetën si shumë të madhe se sa është realisht. Tash i bie që edhe në historiatin e gjatë, me gjatin, si që thatë edhe ju me drejt, të vazhdimësisë politike të një subjekti politik, LDK-ja më tepër ka qenë partia e dytë ose e tretë se sa partia e parë. Mos po e projektoni edhe ju vetën më të mlajnë se sa realisht jeni. Jo, menoj që LDK nuk e përkufizon as numri deputetëve, as numri votës. Ashtë e përkufizon pritshmëria që qytetarët... Demokraci në fund legitimitetin të e vota. Sigurisht, legitimitetin edhe hapësirën vendimore të kitë moton me numër të deputetëve. Mirë po, krijimin e opinionit publik dhe shtyrjen e agjendave, LDK-ja në secilën fazë që ka kalu shteti i Kosovës që ka pas më të madhe se sa numri, nëse morën për shembull numri i deputetëve që ka pas në grup, ose numri i kryetarëve të komunave që i ka udhëheq, praktikisht është situatë të cilën e krijon qytetari i Kosovës. Pra po dalim të ajo pika kur edhe ata që se votojnë presin sjellje të moton e konstruktive politike, edhe njerëz që votojnë kanë pranuar shpesh që LDK-ja më morë përsipër sakrifica në vendimmarrje politike, të cilat ju janë përkthy në rënie të konsiderueshme të votës. Një sakrificë e tillë është marrë edhe në 2021. Atë ku kam qenë deputet për 9 muaj 10, nuk e di sa ka zgjatë konkretisht ai mandati i shkurt në kohën e pandemisë, kur ne me vedijet plot që ka me kushtu lidhjes demokratike të Kosovës, e kemi votuar prishjen asaj kohe të koalicionit me vetëvendosjen edhe rrëzimin e Albin Kurtit, me nej ardha e Abdullah Hotit në krye të shtetit, edhe di më nej pjesën tjetër. Fatmirësisht tash është histori është mrapa, mirë po është kosto të cilën nuk ka qenë e lehtë, edhe mendoj që ende s'kemi mri që me kalu totalisht. Dhe zoti Ferrati, me herët ju referuam pra ndikimeve nga njëra anë, pra nga zoti Abdiziku, si shka pandehur zoti Muhaxheri, për mbrëm u publikua një autoincizim në një studio televizive, ku shefi grupit asamblejistëve të LDK-s në Prishtinë, zoti Egzon Pacolli, dëgjohej duke premtuar punësimin e bashkëshortës së një delegati përmes një konkursi. Pra ka një reagim të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku të nënë si thuhet është për çdo fond presioni, shantazhit apo kërcënimit ndaj delegatëve të kuvendit të Kosovës. Apo përpiqet pala, a ka palë të aspendim, a ka palë tjetër, por ata që nuk po duan që më ta shohin zotin Abdiziku ta drejtojnë LDK-n, të përfitojnë me situata të këtilla, të ndikimit? Do është përkeqar dhe ajo që ka ndodhur. Unë sot një qështu deklaroj për Peliu Shkresën, e cila më njerë pas përfundimit të kuvendit ka me ju dorëzu organeve të rendit, konkretisht policisë Kosovës, që me fillu hetimet, sepse nëse në diçka e tillë i ndodh një delegatit të LDK-s, praktikisht ajo mbi cilën është ndërtuar LDK, që po shkruan edhe atje mbi lirinë e mendimit, votës edhe bindjes, nuk më rrinë me ushtru. Praktikisht i bie që delegat duhet ndjen në presionin e shantazhit, ushtrimit të presioneve, formave të ndryshme, çfarë do qofshin ato edhe për me cilë do qofshin ata eksponent që i kanë bëjnë, nuk i bëjnë në kryen vete, apo ka dikush që e shtyn? Këtu shpesh përmendet edhe roli eventual ose i pandehur, se po jam shumë i kujdesshëm me përzgjedhjen e fjalëve, cilësimeve të kryetarit aktual të Prishtinës, zotit Përparim Rama. Ku qëndron zoti Rama në këtë çapo ndodh me LDK-n? Ku qëndron? A është pozicionuar? Menoj që sa më larg kësaj situate që rrin zoti Rama, edhe i bën njërë LDK-s, edhe i bën njërë vetit është kryetar i kryeqytetit, cilin e kanë zgjedh këtë platforma strukturës LDK-s në kryeqytet, në krye me zotin Abdiziku. Se i bën derë të qëndroj sa më larg zoti Përparim Rama, a i bën derë edhe LDK-s duke udhëhequr Prishtinën dhe duke fituar zgjedhjet Prishtinë? Zgjedhjet Prishtinë, e thash, i ka fituar përmes LDK-s, me infrastrukturën strukturore të LDK-s, me lidhjet e kontaktet dhe me pjekuninë politike të aktivistëve të LDK-s, cilët janë dalë edhe përtej votës
Ti ishte kandidati LDK-s do t'i fiton të zgjedhjet në Prishtinë? Jo se thash ashtu. Po them duke e përshkruar në këtë mënyrë, a mund t'i bie edhe ashtu? Kushdo që vjen edhe kandidohet prej Lidhjes Demokratike, edhe tenton me paraqit ose me shit si sukses jo të strukturës, po veç të vetën personalisht, është gabim se është e pavërtetë. Suksesi është i strukturës bashkë me kandidatin, të dyja në një kombinim që shka qenë struktura e LDK-s të Prishtinë, kandidatin me prejmë Roma dhe kemi kur fitore. Pse thash i bënder është sepse është proces i brendshëm, për prejmë Roma nuk është antar i LDK-s, paktën edhe është deklaruar dhe vetë në shumë studio televizive. As Edi Rama s'ka qenë kryetari i Partisë Socialiste, por pastaj u bë dhe kryetar dhe po e dim se cilat. Ka shembuj. Ato të ambisit janë legjitime, si duket në LDK ka fillu e është këthy në tradit që kryetarët e kryeqytetit me pretendu pjesën e